Hurma shëron këto tre sëmundje, kjo moshë duhet i konsumojë urgjent. Hurma të rritën në mbar botën me 90% të prodhimi në Kinë, Japoni dhe Kore. Në Azinë Lindore, periudha kryesore e vjeljes së këtij fruti është muaji tetor dhe nëntor. Pema ka humbur tashmë gjethet e tyre në kohë të vjeljes. Gjithashtu, kultivimi i saj do të sjellë edhe shumë përfitime për konsumatorët. Në mjekësinë popullore përdoren pothuajse të gjitha pjesët e bimës, frutat, gjethet, degët e të tjera. Ato përdoren të freskëta të thata në përgatitjen e reçelit, marmaratës dhe ëmbëlsirave të ndryshme. Fruti përmban 17% sheqer kur është i freskët dhe 62% kur thahet. Përmban vitaminën A, C dhe të elementë të tjerë të proteinës, kriprave minerale, hekurit dhe konsiderohet si shumë e rëndësishme për organizmin. Hurmat kanë gjetur përdorime të mira kundër problemeve të astmës, dobësimit të organizmit dhe të tjera. Moshat mbas të 30-tave duhet i konsumojnë me patjetër për të rritur edhe mirëqenien e organizmit të tyre, citon dhe Elsaj.